Presidenti Amerikan Donald Trump ka pranuar se paqja mes Rusisë dhe Ukrainës e premtuar prej time herës si e afërt mund të mos jetë e mundur. Ndoshta nuk është e mundur, ekziston një urrëtie jashtëzakonshme midis dy burrave, tha në intervistë për NBC News. Në të njëjtën kohë, presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se paqja është çështje kohe. Ai theksoi se Rusia nuk e ka kërkuar luftën dhe se në vitin 2014 synonte një zgjidhje paqësore në Donbas. Ne sinqerisht aspironim të zgjidhnim probleme me mjete paqësore, por pala tjetër mendoi dhe veproi ndryshe, tha ai, që prej shpërthimit të luftës në shkurt të vitit 2022, konflikti ka shkaktuar qindra e mijëra viktima dhe plagosje çka ka alarmuar dhe presidentin Donald Trump, i cili megjithatë ende nuk ka arritur t'i jap fund luftës. Ndërkohë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka cilësuar si cinike ofertën e Putin për një armpushim treditor, i cili përkon me 80 vjetorin e fitores ndaj nazistëve. Rusët bëjnë thirrje për heshtje më 9 maj, por vazhdojnë të godasin Ukrainën çdo ditë. Ky është një cinizëm i pasur, shkruaj ndër të tjera Zelensky në Telegram. Situata është tensionuar mëtej me kërcënimet e forta të Dmitri Medvedev, nënkryetari i Këshillit të Sigurisë Ruse, i cili paralajmëroi se në rast të një sulmi ndaj Moskës, nuk ka garanci që Kievi do të mbijetojë deri në datën 10 maj.